po është operimi më i rrezikshëm, qysh unë domethënë pe kërkoj me një sistem një operim që ka të bëjë jeta vdekje, edhe nuk i dijem pasojat e atij operimi, edhe unë pe kërkoj këtë operim me domethënë qysh nuk e di qysh ka ftyrë mas pari edhe avokati i kësaj me dalë me folë për intervista për këtë çështje. Tu ma qitë gishtin që unë kam e dalë gënjështare, unë pe kërkoj këtë operim me një sistem, se mjekët mu kanë thonë që jo, besoj ju e kini pa që mjeku i ti, edhe pse ajo nuk u kam prezent ato momente kur jam kanë të doktori i dy që ajo më tha që do na mu operu, sepse ajo krejt deklarata që është i bu, që unë nuk kam nevojë për operim, ka qenë me konsultën e parë, doktori që më ka kontrollu me gishta. Do me thonë, sikur me shku, pe kthej pak fani me bo, si me shku të burdushe. Që shukon këtë njerë, do me thonë, shumë buj, mu që ashtu mu ka duk, do me thonë, me gishta, pa rentgen, pa kur gjë, nuk i nevoj për operim, edhe ta shkepe met për bazë fjallin e ti. E jo fjallin e këti mjeku dy që e kam t'inqizum, edhe unë atë t'inqizim e kom ba për mi kalëzu familjes tem, se qka e në të më thonë, se unë e ka pa krejt tash okej, këto ku ka të ndodhë dhe qka, tash është koha jam me kalëzu qka qysh te krejt si të kthejna në Kosovë.